Kam një problem në jetë, e ai është burri im. Kam një problem në jetë, e ai është burri im. Kjo fjali është një nga fjalitë e shpeshta në shoqërinë tonë. Si është e mundur që problemi i jetës tënde të jetë burri yt? Kam një problem dhe ky problem është burri yt. Ky burrë që i dashuruar në të, flen me të, bën jetë me të, e tashmë ke familje dhe ky mund të jetë problemi yt? Padyshim se problemet bashkëshortore në shumë çifte nuk mund të menjanohen duke pasur parasysh situatën dhe karakterin e personave që kanë vendosur të jetojnë bashkë, të martohen dhe të bëhen familjar. Sa gruaja pyet se kam një problem dhe ky është burri im, mirë po, kënd po e pyesin, kujt po ja kërkojnë zgjidhjen, kryesisht hoxhallarëve. Dhe pse? Sepse besimit e hoxhallarët është shumë më i madh nga qytetarët, ani pse ata ose ato nuk janë shumë fetar ose praktikues të fesë. Për marrë deri tek pyetja kam një problem, sigurisht që është një rrugë e gjatë sfidash mes çifteve, mes burrit dhe gruas, që tashmë kanë vendosur ose janë pranë shkurorizimit. Dashuria e cila duhet të kuptohet në thelb se çfarë është, pastaj të dëgjuarit e njëri tjetrit, pastaj kërkimfalja, mirëkuptimi dhe patjetër njëri duhet të arsyetojë tjetrin në mënyrë që ky rrugëtim të vazhdon dhe të mos lind pyetja më kam një problem dhe ky problem është burri im. Fatmirësisht shumë gra pyesin hoxhallarët, psikologët se kam një problem dhe ky problem është burri im. Pra, nuk vendosin asgjë dhe mundohen që të i menaxhojnë problemet që i kanë, duke konsultuar me hoxhallarët, psikologët apo me dikën që ai apo ajo ja beson sekretin apo problemin që e ka. Shumë çifte që kanë qenë buzë shkurorizimit apo ndarjeve, rrugëtimin e tyre bashkëshortor e kanë shpëtuar. E kanë shpëtuar sepse u këshilluan dhe filluan të rindërtojnë rrugëtimin e tyre bashkëshortor, të cilën ndeshën të aprishin për arsye ndoshta shumë të ulta. Andaj të nderuara motra, para se të vendosni që të ndaheni, këshillohuni me familjar, hoxhallar e psikolog, pastaj merrni vendimin sepse një ndarje pa këshilla mund të ketë pasoja. Sigurisht që ndamjet gjithsesi do të kenë pasoja emocionale edhe në shëndetin mendor, sepse tashmë ke një kohë, ke një stazh të jetës tënde që ti ke jetuar me atë person të jetës dhe nuk mund të ndahesh as lehtë, mund të ndahesh juridikisht, por jo edhe emocionalisht apo shpirtërisht. Kujdes me vendimin që do ta merrni. Kam një problem në jetë dhe ky është burri im, sigurisht që për marrë deri tek kjo pyetje dhe deri tek përgjigjja për këtë pyetje, siç e tham, është rrugëtimi i gjatë. Andaj ky rrugëtim i gjatë për të ardhur deri tek pyetje duhet të ndërpritet nga urtësia, menaxhimi dhe këshillat që mund të i marrësh me bashkëshortin, familjarë dhe të tjerët. Pra, ndërtoje jetën bashkëshortore dhe mos lejo ndërhyrjet nga brenda dhe nga jashtë që të keni probleme dhe ky problem të jetë burri yt.